Me që u përmend edhe Irina Gjoka. Pra, çfarë situatë është kjo në cilën e ndodhemi? Po kjo është, shiko, që në konceptimin e reformës në drejtësi, qëllimi ka qenë që të rekrutohen njerëz që kryjnë punë. Njerëz që mbarojnë punë. Dhe përballë këtij interesi madhor që të mos ketë pengesa rrugës, se ju e dini që reforma në drejtësi vërtet u votuan 140 deputet, por ai që e momenti i vetëm i këtij kolegjialitetit të madh, se pastaj me ikjen nga ndjekjen e mandateve, Partia Socialiste implementoi vetëm këtë reformë drejtësi dhe e bëri siç i deshi qefi. Dhe ka futur njerëz, sigurisht që njerëz që marrojnë punë dhe nuk thonë jo, janë njerëzit pa integritet, moral, profesional, janë të tillë njerëz dhe ju po shikoni, diku del një gjyqtare e cila merr edhe vë përpara gjithë liderat e opozitës. Një tjetër del me këto probleme. Shiko, ky problem është problem po ta marrësh si person fizik, ky është problem midis tij, familjes tij, Zotit. Nuk është problem ky po ta marrim them fizikisht. Problemi tash jemi në zyrën e shtetit. Ai së pari ka denigruar figurën e prokurorit, besueshmërinë e atij institucioni në publik, dhe ne këtë po themi sepse këtu është i gjithë debati që antagonizmi mediatik e çon, disa thonë ka thot besueshmëri, thot spaku, thot 90%, thot njëri. Pa taksi. E kupton? Ndërkohë që nuk është kështu. E kupton? Këta janë herojt e fëmijëve tanë, thoshte një dashamire e Shqipërisë në atë kohë. E kupton? Ndërkohë që këtu del element, domethënë janë shumë ordiner, e kupton, shumë Genci, okej. Mirë po sot ka dhe një teori tjetër që qarkullon, që nuk janë parë shkelje, po flas përveç kodit etik, nuk janë parë shkelje të drejtë për drejta të përfitimit, po themi ne, që është siguruar. Që kanë ngel tentativa ti. Ashtu, kanë ngel tentativë, po ka një gjë. Sepse duket sikur nga njëra anë ka përpjekje për ta mbrojtur, po themi, atë që është bërë nga ai, nga ana tjetër ka një përpjekje për treguar idenë se ndoshta ky është një sulm i organizuar që bëhet pikërisht në këtë moment të drejtësisë. Nga ana tjetër ka person i futur për të vijuar luftën midis njerëzve dhe grupeve të drejtësisë. Problemi është që është krijuar një tymnaj dhe një smog kaq i keq midis njerëzve, sa këtu nuk po kuptohet ku qëndron moralja, ku qëndron politika, ku qëndron ligjorja. Si një zyrtar i cili e ka kryer aktin, si një zyrtar që nuk e ka kryer për shkaqe të pavarura prej këtij, sepse ajo sigurisht kuptohet lehtë që ajo është vënë në shërbim të kësaj pune, sepse këto nuk janë gjëra që do diskutohen, do bësh një konferencë, do përgatitet materiali, edhe fjalimet, edhe radhat e folurit. Ai është një akt, si gjithë aktet e tjera, do ishte mbaruar me kohë, me muaj të tërë në telefon, edhe me aksesorët që duhen për të punë, projekt shumë i madh ky, për të realizuar. Po është naiviteti edhe shkalla inteligjencës së këtij prokurori, mendoj unë, që antari të KLP-s. Po antari i KLP-s, po pikërisht, po këtu është puna. Janë këta që duan marrojnë punë. Ashtu. Dhe që zgjat me muaj telefonata, ai thotë je në Itali, ty s'të njofi dhe bam, budallëqe, drejtë numri i tabletave të atij medikamenti çfarë ishte. Pra, po vinte kjo pjesë. Pra, kjo është fytyra e njerëzve të pallatit të drejtësisë, jo të gjithë, por të këtyre vendimarrësve të cilët kanë garantuar qeverinë, pa prekshmërinë e qeverisë Edi Ramës deri më sot. Unë kam thënë, pas pakun dhe GKK-on, Edi Rama do kishikur me kohë nga pushteti. Ata e kanë mbajtur bashkë me ILD-n, KLG-n, ata janë kështu, gardh, edhe janë shumë refraktar, do me thënë nuk pranojnë ata, mbajnë dosje një vit, për ata afati nuk vlen asgjë. Pra dhe kjo që thotë KLP-ja tashmë që çështja kalon që ka të kushtetuese ILD mund të harrohet atë dosje. Dhe kjo mundësi që kanë ata, dhe kjo mbrojtje që u jepet atyre, një mbrojtje e fuqishme, fillon sigurisht edhe transmetohet poshtë.
tash se këta nuk mund të bëjnë vetëm vendime, këta s'mund të shkruajnë vetëm të marrin vendime të shkruajnë të bëjnë arrestime, po këta më të bëjnë një çik se janë lodhur shumë. E kupton? Qartë. Kjo është, po çështja është që kjo mund të relativizoj ato që ndodh më pas. Shumë shkurt në këtë kuadër, duke qenë se kemi një precedent, po themi, nëse do t'i rikthemi precedentit Irena Gjogës, çfarë po ndodh? U bë kam përshtypjen më shumë se 3 javë që LD-ja shiko duke qenë se jedhe palë në proces. LD-ja duhet ta kishte mbyllur atë punë. LD-ja, sepse keni informacion çfarë faze jemi? Po, korrespondenca po flet dosja. Ti pse do ta zgjosh? Po. Lere tash se kështu mund të flet dhe këtij antarit KLP-s? Patjetër dëgjoj. Aty është ajri me las gjumi. Po, qartë. Aty çfarë do të shpjegoj? Kjo dosje korrespondenca e prokurorisë përgjithshme, me KLG-n ka qenë permanente. Kemi ndërhyrë dhe ne, duke i thënë çfarë po bëhet. Një vit e gjysëm nuk merrnin dosjen kur e mori Fredi Belieri për 10 ditë. Atë dosje. Po tani dhe tash shiko, nëse KLG, po e mori më KLG bëri raportin 4 veta bën raportin për të hap procedura për. Po dhe kaloi KLG-ja. Prisë para se të kalosh ke LD-ja, pse nuk veproi KLG-ja? KLG-ja nuk veproi sepse KLG-ja po të konstatonte faktin e mospasjes së statusit të magjistratit, nuk mund ta gëzonte statusin e magjistratit nëse ajo do të deklaronte këto të dhëna, sjell pavlefshmërinë e të gjithë vendimarrjes saj, mbrapa sepse gjykatë e krijuar pa ligj. Pas këtu KLP-ja të çojnë këto institucione që nuk kanë tagrin për të vendim. KLP-ja tash ja çoni LD-s. Tash LD-ja mban. LD-ja mund të bëj maksimumi shkarkim disiplinor, po që nuk prek vendimarrjet më përpara. E kupton? Ky është problemi. Tash ata po e mbajnë ata nuk japin llogari. Shiko, gjini e di më mirë. Shiko, këtu është zhdukur nocioni i afatit. Bilete në gjykata ku çështja e afatit ka atë pështjellën procedurale, ti ke seancën paraprake. Ligji thot brenda 1 muaji, 7 muaj u mbajt Berisha. Nuk thot kodi jon i procedurës, po mirë më 1 muaj, po kur shkelet ky 1 muaji, çfarë ndodh? Është pyetja çdo 2 muaj në lidhje me Jo, është gjatë hetimit ajo. Po flasim për seancën paraprake mbas hetimit përpara gjykimit. 7 muaj, po këto 7 muaj ku hyn? Hyn te koha e gjykimit apo hetimit? E kupton? Ne kemi kod procedurë që do të bëj kod penal. Ja pra ndoshta me këtë në mendje, kreu i gjykatës lartë ka vendosur bëj atë unifikimin e famshëm.